Sot ju kam sjellë recetën e baklavas, një recetë e shijshme dhe e dashur nga të gjithë. Si fillim do vazhdojmë me përgatitjen e brumit, do të na duhen 2 vezë të plota dhe 6 të verdha veze. Vezët është e rëndësishme që të jenë në temperaturë ambienti. Do t'i hedhim 100 ml vaj lule dielli, 100 ml qumësht, 4 lukos, pak krip dhe sheqer. Do t'i përzihem mirë. Pasi kemi përzier mirë, do t'i hedhim miellin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 900 gram miell, nuk kam hedhur të gjithë pakon e plot që ka 1 kg. Do vazhdojmë ta përzijem mirë. Miellin do ta hedhim pak nga pak, siç e thash, jo të gjithë njëherësh, derisa të na formohet një brum i butë, elastik, por jo i ngjitshëm tek duart. Do t'i hedhim dhe pjesën e mbetur të miellit, pjesën e fundit, dhe do ta punojmë mirë brumin me dorë. Do ta kalojmë tek tavolina punës me pak miell dhe do ta punojmë për rreth 10 minuta. Është e rëndësishme që brumi të punohet mirë me duar, sa më shumë të punohet brumi, aq më mirë është dhe rezultati. Tashmë kemi gati, siç e shikoni, brumi është elastik. Do ta vendosim brumin në një enë duke mbuluar sipër me qese kuzhine dhe do ta lejmë të pushojë për 1 deri në 2 orë në temperaturë ambienti. Brumi ka pushuar. Do ta vendosim në tavolinën e punës dhe do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Pasi kemi ndarë në 4 pjesë, e cilën pjesë do ta ndajmë në 20 pjesë të vogla dhe do të formojmë topsa të vegjël sa një kokër arre. Tek tava që do t'i vendosim, do të hedhim pak një seshter në mënyrë të tillë që të mos ngjisin dhe do vazhdojmë t'i japim forma të rrumbullakta të gjithave një nga një. Do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë dhe me kuleçet e tjerë.
do ta ndajmë në 20 pjesë. Vazhdojmë të japim format e rumbullakta. Do t'i rëndisim në tavë njëra pas tjetrës. Tashmë i kemi të gjitha gati, kemi gjithsej 80 toptha. Do vazhdojmë t'i hapim. Tashmë do të hedhim një seshtet tek tavolina dhe do t'i hapim sa një pëllëmbë dorës. Unë petat i bëj të gjitha me nga 10. E rëndësishme është të lyen sa më shumë një seshtet, sepse një seshteja i ndihmon që të ndahen. Do të vendosim 10 pjesë njëra mbi tjetrën. Vazhdojmë t'i hedhim një seshte. Pasi kemi rënditur të gjitha, do të hapim një petë të madhe, aq sa është tepsia. Tavën në të cilën do të shtrojmë petat mund ta lyeni me gjalp ose me vaj sipas dëshirës. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me pjesët e mbetura. 10 toptha do t'i marrim, do t'i hapim sa një pëllëmbë dorës, duke i hedhur një seshte dhe më pas do të formojmë një petë të madhe. Do ta rëndisim në tavë. Unë gjalpin do t'ja hedh të gjithë në fund, por nëse dëshironi, petët mund t'i lyeni me gjalp dhe gjatë shtrimit. Do të vendosim dhe petën tjetër. Në fund të tavës kam vendosur rreth 30 petë, më pas kam hedhur arra, në mes kam vendosur 20 petë, pastaj përsëri arra dhe në pjesën lart 30 petë. Pra gjithsej 80 petë. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 700 gram arra, por arrat janë sipas dëshirës, nëse dëshironi mund t'i hedhni më shumë ose më pak. Do vazhdojmë të hapim përsëri petët. Do ta vendosim sipër arrave. Do të hapim përsëri dhe petën tjetër. Do ta vendosim në tavë. Pra gjithsej kemi vendosur 20 petë për shtresën e mezit. Dhe do t'i hedhim përsëri pjesën e mbetur të arrave. Do
Do t'i vendosim sipër tashmë 30 petet e fundit dhe më pas do ta presim. Do vazhdojmë ta presim baklavan që t'i japim formën e yllit në mes. Në fillim do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Do ta ndajmë në 8 pjesë dhe më pas do të veproni siç shikohet dhe në video. Tashmë e kemi përfunduar prerjen e baklavas dhe sipër do t'i hedhim gjalpin. Qise unë kam përdorur 700 gram gjalp, tek gjalpi gjithashtu do të hedh 100 ml vaj lule dielli, pra gjithsej kemi 800 ml. Do t'ja hedhim sipër duke mbuluar çdo sipërfaqe të baklavas. Pasi kemi hedhur gjalpin, do ta vendosim në furrë të parangror me 150 gradë për rreth 40 minuta dhe më pas do ta ulim deri në 100 gradë derisa ta shikojmë që është pjekur plotësisht dhe ka marrë ngjyrën e bukur pas pjekjes. Siç e shikoni, ka marrë këtë ngjyrën as shumë të kaftë, si ngjyrë të artë. Kjo tregon që baklavaja është pjekur. Muar pjekja më ka zgjatur parafërsisht rreth 5 orë. Të përgatisim shërbetin. Për shërbetin ka përdorur rreth 1 kg gjys sheqer. Një litër ujë. Do ta përziejmë pak sa të sheqeri të shkrihet. Do të hedhim karafil sepse jep një aromë shumë të mirë, 2 feta limoni dhe gjithashtu pak lëng limoni në mënyrë të tillë që shërbeti mos ngrijë. Do ta lëmë të ziejë në temperaturë mesatare për rreth 15 minuta. Tashmë shërbetin e kemi gati, do ta fikim. Shërbetin sipas dëshirës mund t'ja hidhni ose baklavaja të jetë e nxehtë dhe shërbeti i ftohtë ose anasjelltas. Unë në këtë rast baklavan e kam lënë pasi është pjekur, e kam lënë gjithë natën dhe më pas të nesërmen i kam hedhur shërbetin e nxehtë. Siç e shikoni, duket që shërbeti është i nxehtë.
Pasi hedhim shërbetin, do ta lejmë të pushojë për rreth 12 orë dhe më pas mund ta konsumojmë. Sa më shumë të pushojë baklavaja, aq më mirë është. Kjo pra ishte një nga mënyrat e përgatitjes së baklavas, ka shumë mënyra, unë thjesht ju tregova një prej tyre. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.